AI. More agentic capabilities. An AI agent. Agents. Agentic workflows. Agentic. Kur flasim për AI, mendja më njëherë na shkon tek ChatGPT. Por kjo me të vërtetë shkon më thellë se sa ne mendojmë. Përshëndetje gjithëve. Sot do të flasim për inteligjencën artificiale. Jo AI në përgjithësi, por do ta ndajmë atë në 3 hapa kryesor: AI chatbots, AI workflows dhe AI agents. Si që përmendëm edhe në fillim të videos, nëse thojmë emrin AI, më njëherë mendja na shkon tek ChatGPT. ChatGPT pra është një AI chatbot, ose ndryshe mund të njihen edhe me emrin LLM ose Large Language Models. Këto aplikacione ose këto versione të ChatGPT-s janë të ndërtuar dhe të trajnuar në asnjë lloj mënyre që kanë informacione të gjera dhe shumë të mëdha. Domethënë, nëse ne shkojmë edhe e pyesim ChatGPT-n për me na shkruaj një email, ai automatikisht fillon na shkruan emailin edhe na kthen neve si përgjigje. Si punon kjo në anën teknike? Në anën teknike e kemi inputin, procesimin të asaj pyetje edhe outputin. Si për shembull në këtë rast, inputi është pyetja jonë ose shkruama një email. Procesimi është pjesa ku ChatGPT fillon edhe e ndërton atë pjesën e emailës, edhe outputi është mënyra se si ai na i kthen. Në ditët e sotme, domethënë ChatGPT ka marrë një popularizim goxha të madh edhe është trajnuar goxha mirë në anën e shkrimit të teksteve edhe në anën e domethënë procesimit të informacioneve të ndryshme që ne i bëjmë pyetje. Ne e dimë edhe vetë për shkak se pothuajse çdo ditë jemi në përdorimin e inteligjencës artificiale. Disa nga llojet të ndryshme të këtyre AI chatbotëve janë si Claude AI, Gemini AI, ChatGPT e shumë lloje të ndryshme me cilën secili mundet me kon më i trajnuar se tjetri, por në Kosovë edhe në troje domethënë shqiptare më i popularizuar është ChatGPT-ja, ku domethënë po besoj që të gjithë përdorim më shumë të ChatGPT-n se AI chatbot tonin. Domethënë AI chatbots janë statike edhe punojnë vetëm në mënyrën e tyre si janë të trajnuar. Tani kalojmë tek hapi i dytë ose ndryshe se AI workflows. Këto fillon me të vërtetë fuqia e inteligjencës artificiale. AI workflows janë, domethënë, kur ne i marrim disa procese edhe i vendosim për të kryer automatikisht. Nëse ishim shku tek pjesa e atij chatit që e fillum në fillim dhe e bëm pyetjen për me shkruaj emailin, hipotetikisht kishim pyet me na e kthy përgjigjen se kur e kemi takimin tjetër me ekipin, ai ka me ta kthy një përgjigje negative, duke mos domethënë të jap informacione për shkak se ai nuk është i lidhur direkt me kalendarin tënd. Qysh me bë këto është nëse ne shkojmë edhe e lidhim domethënë chatbotin ton me kalendarin, edhe kishim shku me pyet, ai automatikisht ka me ta kthy një përgjigje pozitive, duke treguar se kur e ki takimin tjetër me ekipin. Përveç se unë përmenda kalendarin me lidh, ne mund të me lidh edhe procese të tjera në workflow-in ton, ku AI domethënë ka me shku edhe çdo herë ka me procesu informacione brenda atyre aplikacioneve ose atyre punëve që ne i vendosim AI për me bë. Përderisa ne jemi ata që e marrim vendimin, kjo mbetet vetëm një AI workflow dhe jo AI agent. Ne mundemi me lidh me 100, me 50 workflows të ndryshme, por nëse ne jemi ata që marrim vendimin e fundit, atëherë kjo mbetet vetëm një AI workflow dhe jo AI agent. Tani kalojmë tek hapi i tretë ose ndryshe edhe si AI agents. Okej, hajde e marrim tash një shembull të thjeshtë ku unë kam punuar me make.com. Domethënë nëse shkojmë tek faqja e make.com, unë këtu e kam një shembull të një domethënë AI workflow, ku është vizualizimi i AI workflow-it. Domethënë këto së pari kemi në browser AI, ku kam shkuar në X browser që ne e caktojmë, kam marrë informacione, kam bërë rutimin ose kam marrë domethënë me kthy në informacione të përpunueshme, ku kam shkuar me ChatGPT, kam kërku tek pjesa e browserit që ne e kemi caktuar, kam marrë edhe kam marrë informacione të ndryshme edhe kam i postuar në LinkedIn edhe Facebook page. Kjo domethënë shkon e bën me ChatGPT, kam kriju një tekst, kam kriju një foto ose diçka që ka përcillet me chat website-in që ne e kemi paracaktuar. Pyetja tash është tek pjesa e domethënë ndërrimit ose neve nëse nuk na pëlqen kjo pjesa e vizualizimit që ose shkrimit që e ka bë. Çak duhet me bëna është që duhet me hi manualisht me i thonë edhe një herë ChatGPT-s që jo nuk është të mbëlqy që kjo pjesa e ndërtimit që saj, këthama bëma ndryshe, etj.
pra që vjen pjesa e iterimit ose iteration. Do me thonë kemi ja jap në reason pse ty nuk është të pëlqy, kam e bërë reasoning, kam e vetë, do me thonë ChatGPT vetëm pse nuk është të i pëlqy, qa du të me bo, edhe kam e shku edhe kam e kthy edhe një herë qatë pjesën e videos. Deri në këtë pjesën e videos ose postimit që ne kemi bo. Deri këto, do me thonë, jemi na ata që e kemi përcaktu, ose na ata që e kemi bo, do me thonë, decision making, për qatë X veprim që kam marrë ChatGPT-ja. Tash, për më bo një AI workflow, unë si person dohet me uzavencu me një LLM. Për shembull, rruga e këtij reasoning është ku ChatGPT e pyet veten se a ka më pëlqy përfundimi. Ky kam shkuar dhe kam thonë, unë e mora këtë X foto, e ktheva në një tekst, tekstin e bona në kësaj lloj mënyre, është më mirë me shku me marrë, domethënë edhe një herë me përpunu çet tekst, e mora foton, e gjenerova foton, është foto mjaftueshëm e mirë, edhe në fund po që kjo është mendoj që është pëlqimi që ka më dhënë ai që e ka bëj inputin, edhe automatikisht shkon edhe e bën domethënë atë postimin ose atë foton e fundit të ChatGPT-s gjeneruar. E tash procesi ku ne zavencohemi prej një LLM është procesi ku kam u kthy, domethënë edhe kam u bë prej AI workflow në AI agent. AI agent ka për detyrë që me zavencu kompletisht një person edhe me i bë proceset e automatizuara. Domethënë këto procese krijojnë vetë automatikisht. Shembullin që ne e morëm hipotetikisht, ka që domethënë me bani postim në LinkedIn edhe në Facebook, ku domethënë këtë postimin e ka bë përmes e bën vetë domethënë ChatGPT-ja, duke e marrë informacionet prej një website. Po qatë ashtë nëse ne i thojmë që çdo ditë në 8 mëngjesit të do të me hi edhe me marrë qatë informacion edhe kime përpunu kime bo schedule në postim që na dojmë. Që kjo është procesi se qysh ka me punu një AI agent edhe qysh do me thonë AI agent do të me ta kthyte një përgjigje edhe me të punu për ty. Nëse veç edhe ju dëshironi me mësu ma shumë rreth AI workflows dhe AI agents ose me automatizu proceset e juaja në kompani ose me automatizu proceset e juaja të përditshme, atëherë shkoni në makerminds.org dhe merrni një konsult falas me ekipin tonë duke shku dhe kliku në butonat apliko për konsult të falas. Faleminderit që ndoqët videon, deri në videon e radhës nga unë Olti Tong Tong.